Kryesues, të nderuar kolegë deputet, ministra, vetë fakti që po debatojmë nga orët e para të mëngjesit për këtë projekt ligj tregon se vërtet është i një rëndësie të veçantë. Pra projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ndërmarrjet publike. Qëllimi i këtij projekt ligji është që të bëhen ndryshime dhe plotësime dhe të krijohet mundësia respektivisht baza juridike që me vendim të Kuvendit Kosovës ndërmarrjet e caktuara shoqërore ose një si të caktuara organizative të rregullohen si ndërmarrje dhe të regjistrohen si ndërmarrje publike. Këtë mundësi e parasheh dhe neni 3 i projekt ligjit të propozuar dhe me të cilën do të ndryshohet neni 11 i ligjit bazik për ndërmarrjet publike. Për sa i përket pjesës së dytë, përkatësisht paragrafit 2 të nenit 11.3, regjistrimi i ndërmarrjeve publike të kushtohet me marrëveshje me komuna, mendoj se është i pavend dhe i paqëndrueshëm, siç e theksuan edhe pothuajse të gjithë kolegët deputet deri tani që diskutuan. Kjo dispozit, kështu siç është, do të krijonte vështirësi të mëdha dhe pengesa me rastin e regjistrimit të ndërmarrjeve nga ato shoqërore në ndërmarrje publike. Në rastin konkret, këtë blokadë për regjistrim do ta kemi me kombinatin Trepça dhe jo vetëm me Trepçën, por do të kemi edhe komuna të tjera me të cilat nuk do të mund të arrihet marrëveshje për regjistrimin si ndërmarrje publike, për atë të cilat gjenden në territorin e tyre. Prandaj, të nderuar deputet, propozoj që ky nen të riformulohet ndryshe edhe të mos mbetet pengesë për të ardhmen e afërt që parasheh edhe neni 37A i këtij projekt ligji për kombinatin nxehtaro metallurgjik Trepça që në certifikatën e biznesit identifikohet me emërtimin Trepça në administrimin e AKP-s, që do të rregullohet me një ligj të veçantë. Edhe ligji i veçantë për Trepçën, të cilën do ta kemi në diskutim dhe do ta meritoj ky kuvend, nuk mund të jetë në kundërshtim me ligjin për ndërmarrjet publike, ndryshimet e të cilit po i debatojmë ne sot. Të nderuar deputet, me bindjen se komisioni funksional do të ketë parasysh vërejtjet tona që po i bëjmë ne sot gjatë amendamentimit, do të bëjë ndryshimin përkatësisht riformulimin e nenit 11.3 dhe unë do ta përkrah në parem miratimin në lexim të parë të projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ndërmarrjeve publike. Ju faleminderit.